Se ju jeni të akuzuarit. Ne jemi zbatuesit e ligjit. Të akuzuarit nga nga blegtarët, nuk do thoja zoti Braçe. Nuk do thoja, por nuk ka rëndësi. Atëherë, situata është ajo që është dihet, pra një kompani për punimi qumshi, mund të ketë edhe të tjera sot, refuzuan qumshin dhe vazhdojnë, ndoshta të refuzojnë, nuk e di, qumshin e disa blegtarëve që ka rezultuar me aflatoksin. Konkretisht, si është situata që ta nisim nga kjo dhe pastaj të ndalime në detajet të tjera? Shiko, Ministria e Bujqësisë në 3 muajin e fundit filloi një akt veprimi shumë të rregullt, shumë normal në zbatim të ligjit. Pra, aflatoksina ishte çështja kryesore. Dhe kuptohet që aflatoksina sulmohet ose operohet në fermën blegtorale ose në zinxhirin primar tek produkti ushqyes për blegtorin, pra kryesisht për misrin, misri i prodhuar në Shqipëri apo ai misri i importit, dhe pastaj kuptohet që veprimi kryesor është në fermën blegtorale. Pra po të shikosh pak edhe rregulloret e Bashkimit Evropian, fabrika nuk është pjesë e penalizimit të aflatoksinës, por është pjesë për të identifikuar fermat blegtorale të cilat është dhe në ligjin shqiptar të ushqimit, që 2008 si ndryshuar, që një fabrikë që ka identifikuar aflatoksin dhe është në mënyrë të shpesh, duhet të lajmëroj autoritetin përkatës për të vazhduar gjunjëshmërinë dhe për të marrë masat përkatëse. Shiko, në fabrikë 3 janë praktikat që ndiqen. Është higjiena dhe siguria, pra gjithmonë, kjo është më kryesorja, siguria, që janë temperaturat e qumshit kur dorëzohet, testi për antibiotik, aflatoksina mënjishi, vlerësimi organoleptik dhe ngarkesat mikrobiale. Pastaj vim në fazën e dytë, që nuk ka lidhje me atë pjesë të sigurisë ushqimore, që është cilësia teknologjike e qumshit. Mirë, po mos ndalemi gjitha vetëm tek pjesa aflatoksinës. Jo, ta shpjegojmë pak, që lidhet me yndyrën, me proteinën, me dënsin, pika e ngrirjes, aciditeti e tjera. Pastaj vim ke shëndeti i tufës, janë ato qelizat somatike. Ne jemi ke pjesa e parë, ke siguria, pra higjiena dhe siguria e lëndës parë, e cila pastaj ndikon tek shëndeti i popullatës. Kuptohet që një qumësh, dhe po të shohësh në planin operativ të një fabrike, ka korektime, po ka edhe refuzime. Pra, kur vim ke antibiotiku, kur vim tek qelizat të larta, aflatoksina, ka refuzim të marrjes së qumshit. Pra, nuk ka korektim. Ajo që unë kemi parë, kemi identifikuar dhe nga takimet që kemi pas me antarët e shoqatës, i ka bërë mirë sektorit. Çdo thotë kjo që i ka bërë mirë sektorit. Sepse disa nga ato fermat, të cilat janë identifikuar me aflatoksin dhe i është refuzuar marrja e qumshit, kanë korektuar problematikën. Pra qumshi mas 1 javë 10 ditësh, i cili i është marrë, do ta themi këtë, i është marrë, ka qenë brenda normave të lejuara. Pra,